Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS. Gjirokastra kundër të tjera sot do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi të unifikuar për të 12 qarqet e vendit fletën e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë në një fletë më të madhe, në të cilën do të jenë të renditura 11 subjektet politike, me të gjitha emrat e kandidatëve për deputet, qofshin ata në listë të mbyllur, por edhe në listë të hapur. Gjirokastra me arkitekturën dhe historinë e saj të pasur ka tërhequr një numër të madh turistësh gjatë ditëve pranverore. Pazari karakteristik i qytetit është destinacioni i parë që ata vizitojnë, fal bukurisë dhe atmosferës së veçantë që ofron. Turistët janë të njohur me zonën muzeale, kryesisht përmes fotografive të shpërndara në rrjetet sociale, të cilat i nxisin ata të vizitojnë qytetin dhe të përjetojnë nga afër këtë trashëgimi të çmuar. Në rrugëtimin ton për të promovuar zona rurale, kemi udhëtuar këtë të mërkur drejt fshatit Hundkuq në njësinë administrative Odrije, Bashkia Gjirokastër. Fshati që dikur kishte bazë bujqësinë dhe blegtorin, sot mbështetet nga remitancat. Banorët thonë se ky fshat, fal historisë dhe traditës, ka potencial të zhvillojë dhe agroturizmin. Angazhimi në bujqësi është një prioritet për shumë banor të zonave rurale të Gjirokastrës. Fatbardha Kika është 66 vjeçarja nga fshati Arshilengo, e cila në këtë kohë bën mbjellje testinës. Fatbardha në një intervistë për mikrofonin tonë rrëfen lidhjen e fortë që ajo ka me tokën bujqësore. Ju njohim tani më gjerësisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi të unifikuar për të 12 qarqet e vendit fletën e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në këto zgjedhje, shqiptarët do të votojnë në një fletë më të madhe, në të cilën do të jenë të renditura 11 subjektet politike, me të gjitha emrat e kandidatëve për deputet, qofshin ata në listë të mbyllur, por edhe në listë të hapur. Me transparencë të plotë dhe konsultim të ngushtë me përfaqësuesit e partive politike në KQZ, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi këtë të martë për mbajtjen e fletëve të votimit për zgjedhjet e 11 majit. Sipas kryekomisionerit Iliran Celibashi, fleta e votimit është njësoj në kuptimin e madhësisë për të gjitha qarqet, përveç në Tiranë që ka një densë më të madhe të emrave, por që sipas tij janë të gjithë të lexueshme. Përmbajtja e atij QR kodit është e miratuar me vendim të Komisionit Rregullator dhe kemi hequr numrin serial për shkak të shqetësimeve që kam patur, edhe pse nuk kemi evidentuar asnjë problem dhe askush nuk ka sjellë ndonjë provë. Por nuk lexon nga pajisjet jashtëm, për shembull. Absolutisht. Përpiqen pajisjet jashtëm. Jo. Por në çdo rast ai QR kodi përmban element që lidhen me qarkun dhe me qendrën e votimit. Në ndryshim nga zgjedhjet e 2021-shit, këtë herë kandidatët do të shënohen me emër dhe mbiemër në fletën e votimit. Fletët e votimit për 11 majin do të prodhohen në Sloveni dhe shpërndarja tek diaspora që voton për herë të parë do të nisë 10 ditëshin e parë të prillit. Fletët e votimit do të kenë përmasa të mëdha, pasi në to do të përfshihen të gjithë emrat e kandidatëve për deputet, si ata të listës së mbyllur, por dhe ata të listës së hapur. Gjithashtu, kryekomisioneri vendosi caktimin e 100 qendrave të votimit në ndërtesa private për qarkun Shkodër, Dibër, Berat dhe Fier. I ftuar në emisionin Ngjarja kryesore në Radio Televizionin Shqiptar, kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Iliran Celibashi ka dhënë detaje se si do të votojë diaspora në 11 maj dhe sa e sigurt do të jetë kjo votë. Shpërndarja e fletëve të diasporës do të nisë javën e 2 të prillit. Kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Iliran Celibashi ka dhënë detaje rreth votës së diasporës. I ftuar në emisionin Ngjarja kryesore në Radio Televizionin Shqiptar, drejtuar nga Sonila Agostini, Celibashi i tha se zarfi që mbrin nga jashtë shtetit do të marrë vulën e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zarfi që mbrin nga jashtë do të marrë vulën e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo vullë përmban datën dhe orën. Dhe e legjitimon posta apo ju? Jo, ata e vendosin sepse ata e presin, të themi X operatori shërbimit postar, e pret dërgesën si një letër e zakonshme, si një zarf, një dërgesë tjetër postare, e pret këtu në territorin e Republikës Shqipërisë, ka një protokoll ndërkombëtar të administrimit të dërgesave postare, por që në momentin e parë, kur ata e marrin në dorëzim, pra si thua zbret nga avioni, del nga avioni. Selektohet që është e vlefshme, pra vlefshmëria bëhet... I vendos datën dhe orën, se jo të gjitha do vinë në ora 19, edhe në datën 11.
një pjesë e madhe e tyre do të mbrin ditë më përpara në komision në territorin e Republikës Shqipërisë dhe rrjedhimisht edhe në KQZ. Nga momenti që mbrin në territorin e Republikës Shqipërisë, pra sikur se thash, i vendoset vula e hyrjes dhe vula ka datën dhe orën, 2 herë në ditë, çdo ditë, duke filluar nga data 9, 10 apo 11 prill, nëse mbrin në territorin e Republikës Shqipërisë zarfe të diasporës të themi, dorëzohen nga operatori i shërbimit postar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do t'i merrni ju dhe t'i mbani aty? I marrim ne në dorëzim, mbajmë një proces verbal me operatorin e shërbimit postar, sa zarfe ke sjell, nga cili shtet i ke sjell, në cilën ditë e solle, në cilën orë e solle dhe zarfi i postës ruhet edhe i administrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të parë se në çfarë date dhe në çfarë ore ka hyrë. Pra ju kur t'i numëroni, do hapni, do grisni zarfat për të nxjerrë fletët. Po. Celibashi u shpreh gjithashtu se çdo person i regjistruar për të marrë pjesë në procesin e votimit në 11 maj do të ketë në dispozicion të tij 5 deri në 6 ditë apo edhe më shumë. Siguri që çdo njeri prej votuesve nga jashtë çdo njeri prej tyre do të ketë në dispozicion 5-6 ditë, dikush edhe më shumë se kaq, por jo më pak se 5-6 ditë për të menduar, nëse mund të them kështu, për zgjedhjen që do të bëjë. Pra do ta kenë në dispozicion fletën e votimit për të vendosur për rreth 5-6 ditë. Pse do t'i duhet më shumë disave? Për shkak të largësisë, distancës, nëse jetojnë në Shtetet e Bashkuara, në Australi, apo ata që janë në Europë? Jo, domosdoshmërisht lidhet me distancën, po dikujt posta do t'ja dërgojë më shpejt, dikujt për shkak të mënyrës se si operatori i shërbimit postar i kryen procedurat e veta të dërgesës. Kryekomisioneri Celibashi dha edhe një shifër lidhur me koston që do të përballohet nga buxheti i shtetit për votun e diasporës. Sipas Celibashit, fillimisht ishte parashikuar që kostoja të ishte 5 milion euro, por duke parë fluksin në mënyrë proporcionale, ajo u rrit 7.5 milion euro. Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dha një lajm të bukur për të gjithë fotografuesit e Shqipërisë turistike. Nisjen e edicionit të dytë të konkursit ndërkombëtar Wanderlust in Albania. Konkursi bazohet në foto dhe video reels, të cilat përbëjnë një mundësi të shkëlqyer promovimi të bukurive të vendit, por edhe të ndarjes me të tjerë të pasionit për fotografinë dhe mundësinë për të fituar çmime. Në garë mund të marrin pjesë i fotografët profesionistë, ashtu edhe ata amator që kanë fiksuar imazhe të bukura të vendit tonë gjatë 2 viteve të fundit. Konkursi është ndërkombëtar dhe ka 11 kategori përfshirë risinë e këtij edicioni, kategorinë inovative të videove CGI. Nga çdo kategori do të përzgjidhen 33 fotografitë apo reelsat më tërheqës. Aplikimet për konkursin ndërkombëtar Wanderlust in Albania do të jenë të hapura nga data 21 mars deri më 4 prill. Sfida e këtij edicioni do të jetë edhe më e madhe. Të gjithë fituesit do të jenë pjesë e një aktiviteti special i cili do të nderojë bukuritë më të veçanta të Shqipërisë përmes këndvështrimit të fotografuesve. Puna juaj mund të jetë një nga 300 fotografitë, 100 reelsat apo 33 motorheqëse të çdo kategorie të përzgjedhura për të promovuar bukuritë e Shqipërisë. Aplikoni duke u bërë pjesë e këtij rrugtimi në www.wanderlustinalbania.al. Aplikimet do të jenë të hapura nga data 21 mars deri në datën 4 prill. Pas suksesit të vitit kaluar, ku të gjithë fituesit jo vetëm morën çmime speciale, por morën titullin kontribues të turizmit shqiptar, sfida është edhe më e madhe këtë edicion. Të gjithë fituesit do të jenë pjesë e një eventi special, i cili do të nderojë bukuritë më të veçanta të Shqipërisë përmes këndvështrimit tuaj. Wanderlust in Albania. Share your view. Share the wonder. Gjirokastra me arkitekturën dhe historinë e saj të pasur ka tërhequr një numër të madh turistësh gjatë ditëve pranverore. Pazari karakteristik i qytetit është destinacioni i parë që ata vizitojnë falë bukurisë dhe atmosferës së veçantë që ofron. Turistët janë të njohur me zonën muzeale, kryesisht përmes fotografive të shpërndara në rrjetet sociale, të cilat i nxisin ata të vizitojnë qytetin dhe të përjetojnë nga afër këtë trashëgimi të çmuar. Në këto ditë pranvere, qyteti i Gjirokastrës po shndërrohet në një destinacion të preferuar për turistët të cilët janë tërhequr nga bukuria dhe historia e tij. Pazari karakteristik i Gjirokastrës është një prej atraksioneve më të vizituar, duke ofruar një atmosferë unike. Turistët janë të njohur me zonën muzeale kryesisht përmes fotografive të shpërndara në rrjetet sociale,
të cilat i nxisin ata të vizitojnë qytetin dhe të përjetojnë nga afër këtë trashëgimi të çmuar. Ne jemi nga Anglia, kemi një javë që po qëndrojmë në Shqipëri. Sot erdhëm në Gjirokastër dhe po vizitojmë pazarin. Po na pëlqen shumë, është zona më interesante mendoj, nga ku duket bukur dhe kalaja. Pazarin e pam në fotografi në rrjetet sociale. Aty na pëlqeu shumë dhe ndaj vendosëm ta vizitojmë Gjirokastrën. Nga afër është shumë herë më i bukur, po e shijojmë shumë vizitën këtu, veç bukurisë që ka vendasit ofrojnë edhe gatime shumë të shijshme. Arkitektura e pazarit tërheq vëmendjen e çdo vizitori. Shtëpit me çatiguri dhe rrugicat e ngushta të mbushura me histori janë një pasuri e jashtëzakonshme që ofron Gjirokastra për vizitorët. Arkitektura që ka pazari Gjirokastrës është shumë e veçantë. Kjo është arsyeja që na pëlqen dhe që kemi zgjedhur ta vizitojmë. Na duket shumë interesant. Rrugicat janë shumë të bukura, të gjitha me kaldrëm, shtëpit me gur dhe arkitektura e tyre mahnitse. Na pëlqeu shumë. Janë të shumë turistët që e njohin zonën muzeale dhe bukuritë e saj përmes fotografive që shpërndahen online. Këto imazhe janë shpesh shumë tërheqëse dhe shërbejnë si një shtys për ata që dëshirojnë të eksplorojnë më shumë dhe të përjetojnë nga afër këtë qytet historik. Ndërkohë do të ndrojmë temën e informacionit duke kaluar në një blok nga Rendi, ku policia e Gjirokastrës ka ekzekutuar këtë të martë masa sigurie për punonjës, ish punonjës të OSHE-s dhe individ. Në njoftimin zyrtar bëhet e ditur se janë ekzekutuar 17 persona, nga të cilat 4 arest në burg, 6 arest në shtëpi, 6 detyrim paraqitje dhe ndalim, dalje jashtë shtetit, si dhe një i shpallur në kërkim me mas sigurie arest në shtëpi. Si rezultati një hetimi disa mujor me metoda proaktive të kryer në bashkëpunim me Prokurorinë e Gjirokastrës, mbi kallëzimin e bërë nga Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion e Ministrisë së Drejtësisë, finalizohet operacioni policor i koduar Kilovati. Ekzekutohen masa sigurie të caktuara nga Gjykata e Gjirokastrës për 16 shtetas, arest në burg për 4 shtetas dhe arest në shtëpi për 6 shtetas, punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s, Gjirokastër, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin shpërdoronin bazën materiale të drejtorisë, si dhe siguronin dhe instalonin matës të energjisë elektrike pa i regjistruar. Detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi për të dalë jashtë shtetit për 6 qytetarë të cilët të vidhnin energji elektrike nëpërmjet këtyre matësve. Shpallet në kërkim një ish punonjës me mas sigurie arest në shtëpi për të njëjtën veprimtari kriminale. Sekuestrohen në banesën e njërit prej të arestuarve 22 matës të energjisë elektrike, si dhe 13 kuti plastike dhe 9 vula për vendosjen dhe vulosjen e tyre. Gjithashtu janë sekuestruar sendet e tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale dhe dokumente të ndryshme në funksion të hetimit. Gjatë operacionit Kilovati, seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në bashkëpunim me seksionin operacional dhe me seksionin e forcës së posaçme Shqiponja, ekzekutoi masën e sigurisë. Arest në burg për shtetasit. SK, 30 vjeç banues në Libohov me detyrë përgjegjës grupi. RG, 60 vjeç banues në Gjirokastër me detyrë përgjegjës grupi. RB, 51 vjeç banues në Gjirokastër me detyrë elektricist. IB, 32 vjeç banues në fshatin Lazarat, ish punonjës, arest në shtëpi për shtetasit. GB, 62 vjeç banues në fshatin Mashkullor me detyrë elektricist. EG, 39 vjeç banues në Gjirokastër me detyrë faturist. RS, 68 vjeç banues në Gjirokastër, ish punonjës. SR, 42 vjeç banues në Gjirokastër, ish punonjës. SB, 58 vjeç banues në Gjirokastër me detyrë elektricist. TB, 37 vjeç banues në Konispol me detyrë elektricist. Detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi për të dalë jashtë shtetit për 6 qytetarë të akuzuar për vjedhjet e energjisë elektrike. Nga hetimet dyshohet se punonjësit dhe ish-punonjësit e OSHE-s së Gjirokastër kanë shpërdoruar bazën materiale në magazinën e drejtorisë për të siguruar dhe instaluar matës të energjisë elektrike, pa kontratë me OSHE-n, me qëllim marrjen e përfitimeve të kontraligjshme nga abonent familjar dhe subjekte, të cilët nëpërmjet këtyre matësve vidhin energji elektrike. Në banesën e 32 vjeçarit të arrestuar u gjetën sendet e sekuestruara me cilësinë e provës materiale dhe u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim dhe vjedhja e energjisë elektrike ose e impulseve telefonike.
Inflacioni gjatë 3 muajve të parë të 2025-s ka nisur me rënje duke kapur vlerën 1.9%. Sipas ekspertëve të ekonomisë, edhe pse inflacioni është i ulët, çmimet e ushqimeve për konsumatorët janë të larta. Ndërkohë që Banka e Shqipërisë po punon dhe ka si objektiv që inflacioni të arrijë në 3%. Gjatë muajve të parë të vitit 2025, inflacioni ka nisur me rënje. Krahasuar me një vit më parë, ku inflacioni ishte 2.6%, gjatë kësaj periudhe, ka arritur në një vlerë të ulët prej 1.9%. Pedagogja e ekonomisë Antoneta Apollo u shpreh se edhe pse inflacioni është i ulët, çmimet e ushqimeve kanë patur tendencë që të shtrenjtohen. Sipas të dhënave të Instantit për muajin shkurt 2025, vlera e inflacionit ishte 1.9%. Vlerë kjo e ulët në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, rreth 2.6% më e ulët. Megjithse kemi një vlerë kaq të ulët të inflacionit në treg, përsëri çmimet vazhdojnë të ngelen të larta dhe indeksi i çmimeve rëndohet më shumë nga rritja e çmimit të produkteve kryesisht ushqimore, si për shembull mishi është rritur me 4%, perimet janë rritur me 2.6% e kështu me radhë produkte të tjera ushqimore. Rritja e çmimit të mishit vjen si rezultat i faktit që një sasi e konsiderueshme e mishit që hyn që përdoret në Shqipëri nga konsumatorët shqiptar vjen nga importi. Si e tillë, derisa ky mish, pra ky produkt, të shkojë te konsumatori përfundimtar, kuptohet sa hallka kalon dhe si rritet pastaj çmimi deri në shitjen përfundimtare të tij. Nga ana tjetër, perimet janë rritur sepse e dim që në treg veç perimeve të stinës kemi edhe perime të tjera që nuk janë të stinës, perime që vijnë nga importi, dhe si e tillë kuptohet që dhe çmimet e tyre janë të larta. Polo ndër të tjera theksoi se objektivi i bankës është që gjatë muajve pasardhës inflacioni të arrijë në 3%. Pritet që inflacioni në muajt në vazhdim të arrijë atë objektivin e Bankës së Shqipërisë që është diku te 3%. Kjo si pasojë e uljes së normave të interesit nga njëra anë dhe të themi e një rritje të ngadalë të lehtë të vlerës së euros në treg krahasuar me lekun. 40% të ardhurave të shqiptarëve kanë shkuar kryesisht për ushqimet, por pa lënë pas edhe veshjet apo argëtimet e ndryshme. Në rrugëtimin tonë për të promovuar zona rurale, kemi udhëtuar këtë të mërkur drejt fshatit Hundkuq në njësinë administrative Odrije, bashkia Gjirokastër. Fshati që dikur kishte bazë bujqësinë dhe blegtorin, sot mbështetet nga remitancat. Banorët thonë se ky fshat, fal historisë dhe traditës, ka potencial të zhvillojë edhe agroturizmi. Sot udhëtuam në një tjetër zonë rurale të njësisë administrative Odrije në bashkinë Gjirokastër. Vizituam fshatin Hundkuq. Ky fshat është një nga më të hershmit e kësaj zone. Banorët e tij tregojnë historinë që ka, por edhe zhvillimin që ka marrë vit pas viti. Banorët e Hundkuqit marrë me blegtori dhe me bujqësi. Me frutikultur kemi gjëra të pakta, por blegtoria është më aktive. Është ndërtuar rreth viteve 1870 në kohën e Ali Pashës. Ndërtoi Qelo Picari. Në fillim ka qenë ja 40 familje. Pastaj më vonë u shtuan edhe arritën deri në 65 familje. Sa familje janë tani? Tani që jetojnë aty, janë rreth 30 familje, 50%. Të tjerë, rinja ka ikur. E vjetar e shtonë, kemi dhe gjuar plejt, pa unë jam nuse këtu, jam këte në karjen. Po që këta plejtë në kanë mëllojsu që i ndërtuar shpejt. Hundkuq, nga se e ka marrë emrin fshati? Emrin fshati e ka marrë nga Qelo Picari. Qelo Picari ka qenë hajdu të kaçak, që thëri. Në atë kohë i thoshin kaçak. Po, trim. Dhe Ali Pasha e kishte në krah. Dhe kaluan këtu të eurë së bashkë në Gjirokastër. Çdo të t'japëm. Tani tyja. Po i thaj, ja dua atë hundën e kuqe aty lart. Po të shkosh nga rrugë së bashkë,
të ka I bregu ashtu atje, është një balë të kuqe. Edhe I jep këtë teritorin ai. Qelë Picarit. Dhe ka ardhur këtu e ka bërë sarajet. Ajo shtëpia atje ka qenë sarajet e Qelë Picarit. Edhe I mbeti emri Hundëkuq. Kjo është stina që banorët e zonës I gjen duke punuar tokat dhe baçet e tyre. Ata thonë se mundohen të mbajnë gjallë traditat, ndërkohë fshati ka një tjetër perspektiv, atë të zhvillimit të turizmit. Koha pranverës se merr me këta me blegtorin përgatiten për ti miel, kurse këta me dhënë I kanë kaputur, kanë filluar të mielin. Kurse këta që merren me pjesa tjetër, ne që merremi me këto bime të bujqësore, kemi përgatitur terrenin, tokën, kemi mbjellë ato që për shembull qepën, hudhën. Turistë kalojnë dhe kanë qëndruar, kanë pirë një kafe, kalojnë po rrallë, sepse është vetë terreni që nuk kemi patur neve të mjetin e qarkullimit. Tani që ashtu, them se do vinë. Shumica janë pensionistë. Të tjerë, fëmija të janë në kurbet. Mund dërgojnë dhe ata. Edhe pensionistë janë, kanë edhe një qopë bache kështu vërda, se kemi me 7.500 kemi marrë tokane. Kemi edhe toka. Po banorë që merren me blegtori, ka? Janë 5 familje. Ky fshat ka potencial për të tërhequr vizitor, fal natyrës së paprekur dhe traditave të pasura. Angazhimi në bujqësi është një prioritet për shumë banorë të zonave rurale të Gjirokastrës. Fatbardha Akika është 66 vjeçarja nga fshati Arshilengo, e cila në këtë kohë bën mbjellje të stinës. Fatbardha në një intervistë për mikrofonin tonë rëfen lidhjen e fortë që ajo ka me tokën bujqësore. Në zonat rurale të Gjirokastrës, gjithnjë më shumë ndeshemi me mosha të treta që angazhohen në punët e bujqësisë. E tillë është edhe Fatbardha Akika, një grua 66 vjeçare nga fshati Arshilengo, të cilën e gjetëm duke bërë mbjellje të stinës. Më para ka qenë më e mirë toka, po tani... Çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar klima. Duan spërkatje, sepse ka degraduar, kur I thonë duan spërkatje, duan atë tëra këto, se nuk I mbante shtetja here. Tani, kush do t'i mbaj privatis I mban dote. Ju arrini t'i bëni spërkatje të vlerimet e tokës? Po jo shumë, se s'ua kemi mundësi. Fatbardha thot se ka një jetë të tërë që merret me bujqësi. Njeriu, jo 66 jetë, po dhe 100, po ka fuqi, duhet të zbavis për vetën e tija. Jo, ashtu, po ka nevojë të lëvizë. Më përpara, me çfarë pune jeni marrë? Po kam qenë në tregëti, kam qenë në bonifikim, kam qenë në kooperativ, në kullota, në çdo vend. Ajo shton se e bren fakti që sipërfaqe të konsiderueshme toke të fshatit kanë mbetur djerë. Duhet punojt po të rinë s'ka, të rinë kanë ikur, kanë ngelur mosha ime, mosha të treta, ç'a do bëjnë? Të dhëm kroka, të dhëm kraut, të dhëm dora, të dhëm nuk punohet. Nuk punohen se do njerëz. Kultivimi I perimeve dhe kulturave të tjera bujqësore është një traditë e banorëve të fshatit Arshilengo. Salla e kinoteatrit Butrindi në Sarandë prej 3 vitesh ka mbyllur dyert. Shkak është bërgjendja ndërtimore e amortizuar deri në shkallën e daljes jashtë funksionit. Këshilltari I bashkisë Shpëtim Ahmeti thotë se shumë herë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak I është kërkuar bashkisë projekti për rikonstruksionin e tij, por ende nuk është bërë asgjë. Një prej aseteve më kryesore të jetës koncertore dhe publike të qytetit të Sarandës, salla e vetme e kinoteatrit Butrindi, me kapacitet prej 400 vendesh, mbahet prej vitesh e bllokuar. Shkak është bërgjendja ndërtimore amortizuar deri në shkallën e daljes jashtë funksionit. Vendimi për bllokimin e saj u mor nga bashkia qysh në muajt e parë të vitit 2022. Këshilltari Shpëtim Ahmeti thotë se shumë herë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak është kërkuar rikonstruksioni I tij, por ende nuk është bërë asgjë. Kam folur disa herë mbasi u konstitua Këshilli Bashkiak jemi konvertuar sot mbas vjetëve të 23 maj 2023. Disa herë kam kërkuar që të prononcoheshin pushteti lokal bashkia konvertisht për fatin e kinoteatrit të Sarandës. Kinoteatri Butrindit ka prer të gjitha aktivitetet, të gjithë
ku bashkia është njësur vetëm me aktivitete kulturore, vetëm në bulevard, ku vinë këngëtarë nga Shqipëria, paguhen me taksa i qytetit Sarandës, moshat e treta kanë nevojë për jetën artistike dhe fëmijët e qytetit Sarandës për të kërcyer, për të mësuar, paguajnë vetëm para kur prindit e tyre, baballarët e tyre paguajnë taksa për të patur një objekt të rëndësisë së veçantë, do ta thoshja, për vlerat e saj që mbart në historinë e qytetit tonë. Kryebashkiaku Oltion Çaçi ka deklaruar se po lëbohet fuqishëm për marrjen në një fondi nga qeveria, duke qenë se financat e bashkisë janë të pafuqishme për të bërë rehabilitimin të rëstor të këtij objekti, me rëndësi të veçantë për jetën kulturore të qytetit. Nëse kjo nuk do të arrihet, këshilltari Ahmeti thotë se zgjidhja gjendet në vendimarrjen lokale për nxjerrjen e një fondi nga të ardhurat e bashkisë. Qytetari i bashkisë premtoi publikisht në 2025, dhe nëse nuk do marrë fonde, do kërkoj në Këshillit Bashkiak miratimin e një fondi për të rikonstruktuar kinoteatrin e qytetit të Sarandës. Për fatin e kinoteatrit, këto janë deri tani edhe me kërkesën time, po edhe me kërkesë të kryetarit të Këshillit Bashkiak të përhir të vërtetës kam gjetur një kuptimin. Në kushtet e bllokimit të këtij objekti prej më shumë se 3 vitesh për shkak të pasigurisë së përdorimit që vjen nga amortizimi i skajshëm, qyteti përjeton paralizën dhe pamundësinë e organizimit të eventeve të rëndësishme lokale, rajonale e më gjerë. Këtu kemi përfunduar, të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ndahemi së bashku dhe miru takofshim.